Zbuloni një histori vërtet frymëzuese për përkushtimin gjatë muajit të shenjtë. Gjatë Ramazanit, një nënë e varfër përgatiste iftar për burrin dhe fëmijët e saj çdo natë. Ajo nuk hante kur vetë, duke u siguruar që ata të kishin ushqim të mjaftueshëm për të çelur agjërimin. Burri i saj e zbuloi sakrificën e saj të heshtur vetëm natën e fundit, kur u kthye në shtëpi më herët se zakonisht. Kur ai e pyeti pse, ajo u përgjigj thjesht: "Mjafton që Allahu ta shoh sakrificën time." Ky rrëfim prekës zbulon bukurinë e pamas dhe shpërblimin në sakrificën e heshtur për familjen. Akte të tilla vetmohuese, të nxitura nga dashuria e pastër, vlerësohen thellësisht dhe përfaqësojnë një formë të thellë adhurimi. Ato mishërojnë frymën e vërtetë të dhënies dhe përkushtimit gjatë Ramazanit. Lejo që kjo histori të frymëzojë të vlerësosh heronjtë e qetë në jetën tënde dhe të praktikosh dhënien pa interes. Ndani këtë mesazh të fuqishëm për të përhapur ndërgjegjësimin për vlerën e thellë shpirtërore të sakrificës për të dashurit.